Rikthehemi në studio, jemi në transmetimin e Weekend Lovers së bashku për të folur sot për një sport që e kemi shumë për zemër, sidomos ata që kanë një biçikletë në shtëpi. Do të flasim pikërisht për Giro d'Italia, një prej eventeve më të rëndësishme botërore të sportit të ciklizmit. Dhe në fakt është konsideruar absolutisht si një prej ngjarjeve më të mëdha të këtij sporti këtë vit, për herë të parë në historinë diku 15 vjeçare të saj, La Grande Partenza vjen pikërisht në Shqipëri. Në datat 9-10-11 maj, Tirana, Durrësi dhe Vlora do të shndërrohen në skena sportive ndërkombëtare, ku ciklistët më të mirë do të konkurrojnë mes panoramave e sfidave ndoshta të këtij itinerari. Për ata që nuk e din, Giro d'Italia është më shumë se një garë me biçikleta, është një simbol kulture, është një legjend që bashkon sportin, natyrën, shpirtin luftarak të secilit prej atij ciklisti që merr pjesë në këtë garë. Çdo vit miliona njerëz në gjithë botën ndjekin këtë garë në mbi 200 televizione ndërkombëtare dhe këtë herë Shqipëria, sa mirë që është në qendër të vëmendjes pikërisht për Giro d'Italia 2025. Ne do të kemi sot të ftuar Mejdin Malhani, është trajner i ekipit kombëtar të ciklizmit dhe në një farë mënyre është shumë brenda itinerarit të Giro d'Italias që do të vinë në Shqipëri vetëm pas pak ditësh, ndaj do të flasim më në detaje për gjitha këto. Mejdin, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, mirëmëngjes. Është kënaqësi që je me mua në studio edhe për të folur më tepër për këtë eveniment që në fakt ndodh për herë të parë dhe urojmë që të ndodhi dhe në disiplina të tjera të sportit, evenimente kaq të mëdha që na bëjnë shumë mirë në 360 gradë, absolutisht. Çfarë do të thotë për Shqipërinë organizimi i Giro d'Italias? Për mendimin tim, sigurisht që është një ngjarje e jashtëzakonshme. Të gjithë ne që jemi pjesë e këtij sporti kemi qenë të surprizuar kur kemi dëgjuar që Giro d'Italia do startojë në Shqipëri. Është një rutinë tashmë e bërë prej vitesh nga organizatorët, sepse normalisht ata janë një biznes i mirëfillt dhe kanë zgjedhur këtë mënyrë për të promovuar shtete, po sigurisht edhe për të siguruar të ardhurat që i nevojiten për ta menaxhuar më mirë eventin e tyre. Unë uroj që të përfshihemi të gjithë dhe të përfitojmë sa më shumë që kemi mundësi nga ky event, duke filluar që nga fëmijët, që duhet të jenë të pranishëm për të marrë një shije pozitive dhe për të ushtruar më pas si profesion, si sport, por sigurisht edhe nga të rriturit, nga prindrit që janë ata shtylla kryesore e familjes për të shtyrë fëmijët e tyre ta ndjekin si sport në vazhdimsi, sepse është një mëkat i madh që edhe ne në vitin 2025 festojmë 100 vjetorin e rrethit ciklistik të Shqipërisë. Pra jemi dhe ne në një vit jubilar. Po, dhe por jo mund të shumë. themi një prej ekipeve më të vjetra. Është një koincidencë që në 100 vjetorin e rrethit ciklistik të Shqipërisë vjen dhe Giro Italisë në Shqipëri. Okej, nuk e dija këtë. Është shumë interesante. Rrethi i parë ciklistik në Shqipëri është bërë në 1925. Giro Italisë është bërë në 1909, eventi i parë. Jemi shumë të vjetër si sport në këtë disiplinë, por mendoj që ka nevojë për më shumë vëmendje, për kushtime dhe investime. Sa keq që dëgjojmë këtë fjalë pas 100 vjetësh krijimit të ciklizmit, të rrethit ciklistik në Shqipëri, vërtet. Tani do të ndalemi pak tek itinerari i Giro d'Italias. Si janë përzgjedhur qytetet, rrugët? Do doja një përshkrim më në detaje të gjithë itinerarit të Giro d'Italia 2025. Etapa e parë është përzgjedhur nga një traditë shumë e vjetër e ciklizmit shqiptar, sepse të gjithë ciklistët që kanë qenë protagonistë në Shqipëri e njohin dhe ne e quajmë me emër si Unaze Kurudhe. Normalisht ne e përdorim shumë në stërvitje, nisemi nga Tirana ose sportistët e Durrësit nisen nga Durrësi dhe ndjekin itinerarin nëpërmjet Kavajës, Rogozhinës, Qafkrabës dhe finishi vjen në Tiranë. Krijon formën e një unaze
e cila është shumë e preferuar për të gjithë sportistët. Pra, të gjithë ciklistët kanë dëshirë që kur dalin në stërvitje të krijojnë një onas, mos të kthehen andej nga nisen gjithmonë për të mos ta bërë stërvitjen rutinë. Dhe tashmë rrugët janë përmirësuar, të them të drejtën, ka disa rrugë që na lejojnë mundësinë për të bërë unazat të tilla, sepse vite më parë ne bënim vetëm stërvitje në vit të drejtë. Pra do shkonim në Elbasan, do vinim nga Elbasani, do shkonim në Durrës, do vinim nga Durrësi. E vetmja mundësi e mëparshme ka qenë ky itinerar. Okej. Unë kam qenë protagonist në sugjerimin e itinerarit. Është zgjedhur të fillohet nga Durrësi për të vetmen arsye sepse autostrada nga Tirana në Durrës është ende me punime dhe nuk arrihet që të përfundohet, dhe kilometrat do plotësohen duke bërë 2 xhiro cirkuit me ardhjen në Tiranë nga Qafkraba, nga malorja e famshme, nga Maja Galliu që tashmë quhet nga sportistët shqiptar. Do zbresin në qendër dhe do bëjnë 2 cirkuite të vogla në drejtim të Surrelit. Duke u ngjitur nga rruga e Shkozës dhe duke u kthyer nga Fresku për të krijuar një mini stadium të vogël që të gjithë tifozët të kenë mundësi të shikojnë 2 herë sportistët. Si mund mungonte Surreli në këtë itinerar? Jo, është zgjedhur, e di që tingëllon çuditshëm për këtë pjesë, por është zgjedhur për të vetmen arsye sepse nuk ka cirkuit tjetër për të përshtatur nivelin e vështirësisë që ata sportistë duhen, dhe për të plotësuar kilometrat që duhen, sepse ka disa rregullore, pra ata nuk mund të startojnë një garë me 90 km ose 160 km. Pra ky itinerari i parë duke bërë këtë cirkuit shkon 165 km afërsisht. E kuptoj. Tani ky ishte i datës 9? Kjo është data 9. Të gjithë sportistët do vinë, besoj, në Tiranë rreth datës 5 ose 6. Varet si kanë rezervimet e tyre. Me datën 7 bëhet prezantimi i të gjithë ekipeve në qendër të kryeqytetit, ku mendohet, është folur me organizatorët, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, zoti Skënder Anxhaku, ka biseduar me organizatorët që të jetë protagonist dhe ekipi kombëtar shqiptar në formën e marketingut, në formën e mikpritjes, jo në formën e garimit. Dhe plani është që dhe në etapën e parë, që është me datën 9, ekipi kombëtar shqiptar do të niset 1 orë përpara si përhapje të eventit. Pra me datën 7 bëhet prezantimi i ekipeve, do kemi një transfer nga Tirana në Durrës për të gjithë ekipet për të pritur datën 9, ku starton dhe etapa e parë. Më pas data 10 është përsëri në Tiranë, se është një etapë kronometër individual, një garë shpejtësie që zgjat vetëm 16 km nëpër rrugët e kryeqytetit, kryesisht do jetë në unas të kryeqytetit. Më pas në datën 11 kemi etapën e tretë në Vlorë. Sigurisht është çështje logjistike, pra çështje akomodimi, çështje niveli vështirësie të garës. Sigurisht ne kemi dhe Alpet shumë të mira, por për momentin mendoj që Vlora është më e përshtatshme nga ana logjistike e përballimit të gjithë eventit. Data e Giro d'Italias është përcaktuar përpara datës së zgjedhjeve që ka përkuar. Kjo është një koincidencë. Është një etapë e rëndësishme 11 maj, itinerari i Vlorës. Eventi i Giros Italis është një event që datat, jo vetëm Giro Italis, po të gjitha garat në këtë mënyrë funksionojnë. Pra datat përcaktohen në fillim të vitit. Dhe janë në përgjithësi janë të njëjta data çdo vit. Sepse është një kalendar. Po, është një kalendar shumë, ndoshta nuk është dhe vetëm koincidencë, mund të jetë edhe pak zgjuarsi, po nuk është se është bërë qëllimisht, domethënë në lidhje me votimet që do jenë në datën 11. Është kalendari sportiv i ciklistëve është jashtëzakonisht shumë i ngjeshur. Domethënë kemi përgjatë gjithë vitit, në shkurt hapet sezoni dhe deri në tetor ka gara dhe evente, gara klasike një ditore, ture të mëdha që janë Giro Italis është 20 ditë tur, domethënë që duhet një organizim shumë i mirë i datave për të qenë koherent dhe të qenë të saktë në të gjitha eventet që janë pranishme, sepse të njëjtët sportistë marrin pjesë në Giron e Italis, marrin pjesë në Turin e Francës, marrin pjesë në
turin e Spanjës. Këto janë 2 turet e mëdha më të rëndësishme për momentin. Po, e vërtet. Pastaj ndjekin dhe turet të vogla që janë 5-6 ditore, me kategori pak më të ulët se sa eventet e mëdha. Sigurisht pastaj kanë dhe gara klasike që siç e thash kanë filluar që në shkurt. Dhe me ne në Shqipëri e njëjta mënyrë funksionon. Domethënë ne hapim sezonin në shkurt ose në mars, varet si çelen buxhetet dhe si janë mundësitë gjithmonë për Shqipërinë dhe vazhdojmë të garojmë deri në tetor, ku kemi dhe gara në nivel ndërkombëtar, siç është kampionati evropian dhe kampionati botëror, ku ne jemi gjithmonë pranishëm. Jemi dhe shumë afër rrethit ciklistik të Shqipërisë, besoj vetëm 23 ditë fillon dhe rrethi ciklistik i Shqipërisë. Okay. Me njëherë pas Giros Italisë. Gjiros Italisë. Tour de France është pa diskutim një prej le të themi garave më të famshme të ciklizmit në botë dhe organizohen guida turistike me turistë që vinë nga vende ndryshme të botës vetëm për të qenë prezent gjatë zhvillimit të Tour de France dhe organizimi Giro d'Italia që është e ngjashme me të në Shqipëri pa diskutim që është një përfitim shumë i madh nga ana tjetër, por do edhe angazhim shumë të madh. Sa të përgatitur jemi për të organizuar, le të themi, evente kaq të rëndësishme ndërkombëtare. Unë thash më parë që ne jemi e qartë, po unë thash më parë që ne jemi të surprizuar nga ky event dhe mund ta them me plot gojë që ne nuk jemi fare të përgatitur për të pritur turistët që do vinë, sepse nuk bëhet fjalë të jenë 1, 2 ose 5 turistë, por do jenë shumë njerëz që janë tifozë që ndjekin me vite këtë event. Sigurisht fokusi është maksimal dhe vëmendja është maksimale. Unë që tani kam pasur kontakte nga turistë dhe nga njerëz që duan të vinë të ndjekin, por investimi në ciklizëm në Shqipëri ka qenë shumë minimal. Ka shumë njerëz që nuk e njohin ende që ciklizmi në Shqipëri ekziston dhe mua më vjen keq kur përballen në situata të tilla kur fëmijë të rinj ose sportistët elitar të vjetër përmendin në biseda të rastësishme që ndjekin ciklizmin si sport, njerëzit habiten dhe thonë që akoma ekziston ciklizmi, mendojnë pra që është shuar. Kemi rastin konkret, po vinë ekipe nga e gjithë bota që kanë një buxhet vjetor maramendës në lidhje me atë çka ne mendojmë ose me atë çka ne jemi konkretisht. Domethënë ekipi më i vogël që është në Giron e Italisë ka një buxhet vjetor 20 milion euro dhe ekipi i parë që është UAE ka një buxhet vjetor 60 milion euro. Domethënë me shifra të tilla kuptohet që ne jemi shumë inferior për t'u krahasuar. Unë jam trajneri i klubit sportiv Tirana dhe aktualisht kemi një buxhet vjetor prej 15 milion lekësh. Në vit. Okej. Dhe lë shumë për të kuptuar. Pagohen vetëm 3 sportistë, ku unë ndjej shumë të vështirë konkurimin me 3 sportistë, gjithë pjesa tjetër dhe nuk lejohet sigurisht sepse ka një rregullore në ciklizëm ku pjesëmarrja minimum e ekipit të sportistëve duhet të jetë 5 dhe maksimumi është 7. Në Giro d'Italisë është 8. Unë me 3 sportistë i bie që nuk mundem dot të garoj në asnjë event. Por sigurisht jam munduar me pasionantë që kanë dëshirë të jenë pjesëmarrës, vinë totalisht me investimet e tyre ose për të thënë me ndihmesa shumë të vogla që nganjëherë bëhen të bezdishme dhe për marrëdhënien që krijohet, sepse ndjehemi si borxhli, ndërkohë që marrëdhënia duhet të jetë me kontratë si formë biznesi, nuk duhet të jetë në marrëdhënie shoqërore që po të japim diçka dhe ti bëje këtë. Dhe sigurisht kështu nuk mund të vazhdoj shumë gjatë. Megjithatë jemi në këtë situatë dhe shpresojmë që të kthehen sytë edhe nga ne për. Urojmë me gjithë zemër. Unë mendoj që shumë mirë Shqipëria mund të marketojë për kaq shumë vite edhe me turin e Shqipërisë, siç e marketon tashmë. Unë të bëra edhe një pyetje personale, pa hyrë ende në transmetim, për hir të së vërtetës, që përse nuk jeni më të dukshëm se kaq edhe me turet brenda Shqipërisë. Çfarë mungon? Kërkohet një mbështetje e gjithanshme. E para punës duhet rregullohet ligji i sportit. Në rast se ligji i sportit përmirësohet, se tashmë nuk funksionon, e kanë treguar kaq shumë vite që nuk funksionon. Gjithë secili sigurisht do bëj punën e tij dhe menjëherë do ndryshoj gjithçka. Kjo është e padiskutueshme.
por nuk e di arsyen konkrete pse nuk e kanë vëmendjen te ligji i sportit, por e kanë më shumë te kompanitë e basteve. Ne ndjekim shembullin e vendeve të zhvilluara, kudo në të gjitha drejtimet e tjera, flas si biznes ose në mënyrën e menaxhimit të qytetit, por në lidhje me sportin nuk e ndjekim shembullin e vendeve të zhvilluara. Pra në vendet e zhvilluara nuk e kanë bërë kompanitë e basteve sportin, por e ka bërë ligji i sportit. Presidenti i Komitetit Olimpik sigurisht e ka fokusin me çfarë kemi vënë re tek kompanitë e basteve dhe jemi në pritje të zgjidhjes së situatës në lidhje me këto drejtime. Por që unë mendoj që edhe nëse rikthehen kompanitë e basteve, asgjë nuk do ndodhi në lidhje me ciklizmin në Shqipëri. Okej, tani të ndryshon pak atmosferë, sepse është vërtet për të ardhur keq. Përveç gjithë impenjimit që duhet për të organizuar Giro d'Italia, çfarë ndikimi do të ketë në imazhin e Shqipërisë edhe nga ana turistike një event i tillë, me din duke qenë se je shumë brenda gjithë organizimit edhe numrit të sportistëve që do të vinë, ciklistëve që do të vinë edhe pa diskutim dhe ekipeve, stafit të tyre, jehonës që ka Giro d'Italia në mbar botën. Kjo është pjesa më e rëndësishme dhe nuk ka asnjë sport tjetër që do mund ta bëj Shqipërinë kaq vizibël sa do ta bëj Giro e Italisë. Ju e thatë më parë që janë më shumë se 200 televizione nga e gjithë bota që do ta ndjekin live këtë event. Dhe sigurisht që kryeministri ka bërë punë të mira me imazhin viziv të Shqipërisë. Pra kuptohet që me anë të këtij eventi do promovohen turizmi. Qëllimi kryesor është ky. Do promovohen rrugët ku si pasojë më pas mund të na mbeten rezultate pozitive, sepse funksionon në sportin e ciklizmit, funksionon në këtë mënyrë. Ekipet të ndryshme, siç janë dhe ekipet profesionistë, në sezonin e pushimit, në sezonin dimror, shkojnë në përkambe trajnimi ku aktualisht është shumë e frekuentuar Spanja. Okay. Mund të kthehet në të ardhmen si destinacion Shqipëria, duke qenë sepse ka resurse shumë të mira natyrore, pra kemi shumë afër malet ku sportistët mund stërviten, natyra është e mrekullueshme, kemi pothuajse 9 ose 10 muaj kohë të ngrohtë me diell, ku ciklizmi ka nevojë dhe kemi shumë pak shira. Por ndodh për të vetmen arsye sepse Shqipëria nuk është promovuar më parë në këtë formë. Pra është një ngjarje e jashtëzakonshme në të gjitha drejtimet. Unë uroj që të ndodhi që jehona e Giros të vazhdojë më tej, mos të mbetet thjesht një koncert siç ndodh rutinë në për gjitha qytetet që shikohet 2-3 orë dhe më pas kthehen gjithë në shtëpi dhe asgjë nuk ndodh, asnjë nuk do bëhet kongëtar. Uroj që dhe Giro e Italisë të lë pasoja në rinin shqiptare dhe mos të ndodhi që mos kemi asnjë ciklist më pas. Po, pra. Megjithatë, mbetet për tu parë, sepse unë thash më parë që ne nuk jemi fare të përgatitur në lidhje me këtë drejtim, sepse menaxhimi i klubeve sigurisht kërkon një çështje logjistike, pra kërkon një staf të mirë përgatitur, kërkon një lokacion ku ata duhet të stacionohen, nuk është e mjaftueshme vetëm hoteli, por duhet të ketë edhe asistencën teknike të duhur, ku për momentin në Shqipëri janë shumë pak dyqane ose po themi lokacione që asistojnë në mënyrë profesionale në lidhje me biçikletat sportive. Sigurisht kemi asistencë për biçikletat e qytetit, po mendoj që jemi shumë amatorë në këtë drejtim. Pra nuk ka një profesionist që të di ta njohë mirë biçikletën se si funksionon në kohë dhe çfarë pasojash lë kur ti bën kilometra të tëra në stërvitje. Tani urojmë që jehona të jetë aq e madhe sa edhe le të themi përgjegjësit për këtë sport të lënë pas dore në një farë mënyre të ndikoj për mirë, mund të përfitoni dhe ju dua të them nga organizimi i një eventi kaq të madh, siç është Giro d'Italia. Unë isha para pak ditësh me një gazetar francez të një gazete shumë të famshme që quhet L'Equipe, është shumë famoze në Francë në lidhje me ciklizmin. Pra imagjino kemi një gazetë të dedikuar që ushqen sportin e ciklizmit në të gjitha drejtimet dhe ndjek në të gjitha eventet. Dhe pas një takimi që kam bërë me sekretarin e përgjithshëm të Komitetit Olimpik, sigurisht dhe me sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Ciklizmit,
Jam informuar që në vitin e ardhshëm ciklizmi do futet si projekt në shkolla, siç këto 4 vite ka qenë basketbolli dhe volejbolli. Sigurisht është një projekt madhor, uroj që Kur bëhet fjalë të ndodh kjo? Në vitin e ardhshëm, sezonin e ardhshëm. Është një projekt madhor që kërkon një investim, duhet të jetë diku te 5-6 milionë euro me sa dëgjova nga sekretari i përgjithshëm. Dhe uroj që të bëhet realitet. Kjo është një shpresë e mirë, sigurisht që duhet shumë punë, sepse të ndërtosh një ciklist minimalisht duhen 5-6 vite punë për të marrë frytet e tij, pra nuk bëhet dot me 5 muaj, me 6 muaj ose me 1 vit. Por mendoj që këto janë hapat e para pozitive dhe uroj që të jetë realitet, mos të mbetet thjesht një bisedë në tavolinë. E uroj, megjithëse është vërtet një lajm shumë i mirë ky, nëse ndodh vërtet të realizohet vërtet, sepse edukimi me sportin nis nga fëmijët, edhe për ta absolutisht. Mendoj që duhet ishte bërë më parë dhe nuk duhet ishte fokusi. Asa shumë gjëra duhet ishin bërë më parë, me din. Nuk dim nga t'ja nisim nëse flasim. Aktualisht me të gjithë njerëzit që përballen me bisedë, shikoj që ciklizmi nuk konsiderohet fare dhe nuk e kuptoj pse konsiderohen lojrat me top, pa u ofenduar njeri. Ndërkohë që ciklizmi është një sport shumë burrëror, që kërkon shumë vullnet dhe shumë trimëri mbi supe. Është një sport që përfaqëson jashtëzakonisht shumë mirë vendin ku ne jetojmë dhe ka sfida të jashtëzakonshme. Përveç kësaj është edhe një sport rekreativ. Mund ta përdori kushdo, mosha e sportistëve është pa limite. Pra ne kemi sportista që janë nga 60 vjeç që vazhdojnë garojnë në kompeticione amatore kudo dhe përfaqësojnë vendet e tyre ose rajonin e tyre. Ndryshe nga sportet e tjera që janë pak të limituar në drejtimin e moshës, sepse nuk kemi një ekip 60 vjeçarësh që garojnë në volejboll ose që luajnë ose në futboll ose në volejboll. Ndërkohë që sot në përbot kemi ekipe master ose veteran që vazhdojnë e garojnë në program fondo, që janë kompeticione edhe botërore, ndërkombëtare, që kalojnë kulturën e tyre tek fëmijët e tyre e përcjellin. Sigurisht nuk është kohë e harxuar tëm, është kohë e jashtëzakonshme për kulturë, për dinjitet, për fisnikëri, për shëndet, në të gjitha drejtimet. Unë kam marrëdhënie me disa nga djemt që vinë nga vende shumë të zhvilluar, që vinë nga Belgjika, nga Danimarka, ku fokusi kryesor është ciklizmi. Në Belgjika e ka sport kombëtar ciklizmi dhe jo futbollin. Kam informacione që për shembull në Angli, bicikletën e parë që ti e blen të re në dyqan e merr me taksa free. Pra shteti shtyn popullsinë që të shkojnë drejt bicikletës. Ndërkohë që në Shqipëri, nëse blejmë bicikletë të parë të re, duhet paguajmë 38% taksa sot. Ne jemi vendi më i shtrenjtë në botë. Nuk ekziston asgjë kundi 38% taks për bicikletën dhe nëse blejmë një makinë të re elektrike është 0 taksa. Domethënë në këtë drejtim mendoj që jemi në rrugën e gabuar dhe jo në rrugën e duhur. Megjithatë, urojmë që prioritet është ligji i sportit për mua. Nëse bëhet ligji i sportit dal nga dal do përmirësohen dhe të gjitha hallkat e tjera, por ka ende shumë punë për të bërë dhe nuk e kuptoj pse kjo punë duhet shkojë kaq shumë gjatë ndër vite kur është shumë e thjeshtë për të bërë, për të menaxhuar. Në vërtet, të paktën disa kursi bicikletat na janë shtuar në kryeqytet. Ato i vlen qytetarëve. Është shumë e dobishme, por nuk i vlen sportistave. Sportistat kanë nevojë për rrugë rurale, jo vetëm autostrada, sigurisht po punohet, po shtrohet rruga e Ndroqit ku ka qenë një destinacion shumë i frekuentueshëm për sportistët para 90-s. Dhe ne mezi po e presim, sepse ndër vite që pas 90-s deri tani kemi zhvilluar të gjitha servitjet në autostradë duke u bërë pak pengesë edhe e kalimtarëve, se nuk është normale. Domethënë vetëm në Shqipëri shikohet që ciklistët pedalojnë në autostradë. Në asnjë vend tjetër të botës nuk ekziston. Mandje çuditen dhe qeshin me ne kur vinë të tjerë dhe na shikojnë që stërvitemi në autostradë. Jemi të vetmit pak. Tani të marrim një këndvështrim pozitiv. Jemi bërë çik bezdisshëm dhe për policinë e shtetit në lidhje me këtë drejtim, por policia ka qenë një suport maksimal edhe për eventet tona. Sigurisht kemi gjetë gjuhë të përbashkët. Okej. Shumë gjëra për të kaluar, shumë sfida në të njëjtën kohë. Gjithsesi, do doja të dija çfarë i duhet një
ekipi apo një ciklisti që të bëhet pjesë e garave të tilla kaq të mëdha. Jo vetëm Giro d'Italia, po edhe Tour de France apo ajo e Spanjës. Kjo është një listë shumë e gjatë, gjëra që duhen. Hapat e para thash që duhet fillohen të përmirësohet ligji, sepse ligji na lejon mundësinë që ne të funksionojmë me sponsorizimet. Në rast se ne do kemi sponsorizime, do arrijmë të krijojmë një buxhet X vjetor për nevojat që ekipi ka. Nevojat që ekipi ka janë të shumta, pra ne sot jemi ndoshta themi që jemi minus, sepse në çdo event që shkojmë vim me minuse në ekonomi. Në garën e fundit që kemi qenë në Beograd Banja Luka, është tur shumë i famshëm dhe shumë sportistë kanë dëshirë të jenë prezent atje për të promovuar veten. Ne kemi ardhur me buxhet minus nga dëmet që janë shkaktuar në aktivitet. Pra në çdo garë kemi pas rrëzime me dëme materiale që askush nuk na i kthen mbrapsht. Mundohemi vetë me kursime, me mënyra të tjera, me punë alternative që të kompensojmë dëmet që bëhen për të rivazhtuar përsëri. Po kjo gjë nuk është shumë e vështirë, domethënë mbetemi. Kështu që duhen makinat, duhen suport kampera ndoshta, duhet investime për logjistikën, për hotelet ku do qëndrohet, duhen mjetet, biçikletat që sot çuna disa i kanë të vetat, unë e kuptoj që edhe në vendet e zhvilluara i kanë të vetat, por ekipet kombëtare ose ekipet rajonale nuk funksionojnë me biçikletat e veta, sepse siç e thash ka dëmtime dhe sa ciklist duhet ketë një ekip për të bërë pjesë një turi? 8. Për turet ndërkombëtare duhet të jenë 8, por ne nuk jemi ai nivel, ne jemi në nivel amator. Ciklizmi ka disa hapa, pra ndahet në 4 kategori. Amatorët jemi ne të parët, se si ne është pothuajse e gjithë Ballkani, dhe në Itali shumica e Italisë është e tillë. Më pas kalojmë në ekipe kontinental, që quhen si gjysëm profesionist. Ka disa emra të cituara, këto emra variojnë të gjitha nga niveli i buxhetit që kemi. Më pas kontinentalit janë disa ekipe të tjera që janë çik më të avancuar dhe me buxhet më të madh që quhen pro kontinental, dhe të fundit janë ekipet World Tour, që janë ekipet që do vinë në Shqipëri. Domethënë ka ardhur maja e sportit të ciklizmit, ndërkohë që ne jemi shumë larg kësaj maje. Është paradoks në një farë mënyre. Si do të jetë itinerari pas Shqipërisë i Giro d'Italias? Është e vërtetë që do të ketë një ndalesë në Vatikan për gjithë ato çfarë ndodhi dhe ndarjes nga jeta e Papa Franceskut apo jo? Besoj se po, kjo është çështje e organizatorëve. Ata më njëherë pas Shqipërisë do transferohen në Itali, ku do vazhdojnë të garojnë. Në total janë diku ke 3400 kilometra, që është një distancë e konsiderueshme për 20 ditë. Ne mundohemi që distancat të tilla ti frekuentojmë gjithmonë me stërvitje, por ndjejmë vështirësi sepse eksperienca që zhvillohet, që sportisti merr në garë, është shumë ndryshe nga eksperienca që ti bën në stërvitje. Në stërvitje ti ken kontroll gjithçka dhe kur pedalon nëpër rrugët tona asgjë nuk do ndodhi, ose në rast shumë i rrallë që diçka të ndodhi, kurse në garë ka surpriza të pafundme. Pra ti do të jesh gjithë kohën alert, dhe kjo është stërvitja më e mirë për nga ana psikologjike, për vizualitetin, për aktivizimin e reflekseve që duhet të ketë një sportist i nivelit të tillë. Thuhet që me çfarë lexoj dhe studioj që ciklistët kanë reflekse të jashtëzakonshme nga një njeri normal deri në 5-6 herë më të shpejta nga një njeri normal. Kjo është një diçka jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për shëndetin e gjithçkujt, sepse është e vlefshme edhe në jetën e përditshme. Pra ne sot kemi aksidente nga mungesa e reagimit të shpejtë që duhet të bëjë njeriu. Gjithë e bën stërvitja për kushtimi, sepse reflekset fitohen me punë. Dhe pa diskutim që kujt nuk do t'i bënte mirë diçka e tillë. A do të përsëritet vitin tjetër ndonjë etapë Giro Italias sërish apo jo? Nuk besoj, sepse vitin tjetër, po mendoj që do jetë shumë e gjatë koha që do përmoson që ndoshta s'do ndodhi fare, sepse Giro Italis është një biznes
pavarësisht se është sport, po është një biznes që funksionon jashtëzakonisht shumë mirë dhe ata nuk vinë për të promovuar në formë vullnetare. Sigurisht kanë marrë atë që ata duan për të ardhur dhe për të promovuar këtu dhe nuk besoj që do bëhen përsëri investime të tilla sepse është një shumë e konsiderueshme që është paguar për të ardhur ai event në Shqipëri. Jo, nuk kuptuar, patjetër. E saktë vlera nuk dihet, por flitet që është diku ke 8 milion euro. Normalisht nuk e dim të saktë sepse duhet të marrim informacion nga zyra e shtypit kryeministrisë se sa është vlera e saktë që ai event ka ardhur këtu në Shqipëri. Okej, përflitet tek 8 milion euro. Flitet diku. Kjo është kostoja. Medin, do të jesh atë ditë pjesë ekipit kombëtar që do të bëj hapjen, le të themi, apo jo? Patjetër, do jem pjesë dhe sigurisht do vazhdoj të jem pjesë dhe më pas, sepse kam ftesë edhe nga një kompani shumë prestigjioze e biçikletave që operon në të gjithë botën. Unë jam dhe përfaqësuesi i tyre për Shqipërinë. Nëse mund ta përmend emrin, është një biçikletë që përdoret shumë në turet e mëdha, quhet Wheeler Triestina. Sigurisht aktualisht kemi zhvillim shumë të ngjeshëm dhe të shpejtë dhe do shikojmë se si do arrijmë ta menaxhojmë që të jemi kudo në vendet e duhura. Okej, Medin, faleminderit që ishe në studio dhe që ndave me ne jo vetëm detajet Giros së Italisë që do të jetë në Shqipëri, në Tiranë, Durrës dhe Vlorë në datat 9 dhe 11 maj, por edhe shumë detaje të tjera që besoj një pjesë e mirë e gjithë atyre që janë duke na ndjekur nuk i dinin për rrjetin ciklistik shqiptar që këtë vit mbush ka dhe 100 vite ekzistencë. Janë bërë dhe dy, nëse kemi kohë mund ta them që janë bërë dhe janë zhvilluar dhe 2 ekspozita në lidhje me 100 vjetorin. Njëra ishte në kryeministri para pak javësh dhe një tjetër në Shkodër. Ne fillojmë dhe rrethin ciklistik me etapën e parë Tiranë-Shkodër, rreth ciklistik shqiptar flasim, për të vetmin arsye sepse rrethi ciklistik i parë para 100 vitesh ka startuar nga Shkodra dhe është mbyllur në Tiranë, në finish në Tiranë. Kështu që ne po shkojmë për qëllim me etapën e parë nga Tirana në Shkodër si shenjë. Në çfarë date do të jetë kjo? Në 26 maj. 26 maj. Do të ndjekim patjetër dhe do t'ju suportojmë aq sa kemi në dorë absolutisht si media. Ju urojmë shumë suksese dhe pa diskutim, dalçi sa më mirë edhe në pritjen e ciklistëve që do të vinë si pjesë e Giro d'Italia 2025. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.